Selamu alaikum. Para se të veja shamin, kam pas marrë një kredi, thot. Am pranohet shamia sepse e paguaj atë, dhe më thonë kredin akoma. Aleikum salam rahmatullah. Allahu azza jall ta pranoft vendosin e mbulesës dhe ta falt marrën e kredis. Të dyja janë se cila në vete. Kredia është haram, pra me kamat është fjala. E në anën tjetër, shamia është obligim. Te ke kry një obligim nga një anë, e nga ana tjetër e ke bo ma herët një haram. Pendohu për haramin, mëse përsërit ma, edhe inshallah Allah ta falë ty edhe neve gjithë gabimet që i bëjmë. E nga ana tjetër, mësë ndjej keq për këtë punë. Elhamdulillah, ma mirë që ke vendosë shamin edhe pse ke kredi, sësa as shami edhe nga ana tjetër me pas kredi. Pra janë dy ibadete ose dy gjëra, njëra ibadet tjetri mëkat, që janë të ndarë njëri me tjetrin dhe nuk kushtohet shamia pse ki kredi mos me tu pranu. Allah na përmirësoj gjithëve.